cilat prova shkresore ose prova të arsyeshme dhe bindse jeni bazuar për ta ngritur ju këtë padi? Jemi këtu të mbrojmë diçka shumë rëndësi për Shqipërinë. Kundërshtojmë në mënyrë të plot pranimin e saj, pasi ajo kundërshton rregullat ligjore. Kërkojmë pranimin e padisë sonë, pasi kjo çështje ka rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm për palët, po për interes publik. Është i pabazuar dhe i pambështetur në prova konkrete. Pala e paditur thanë se ndërprerja e punimeve dëmton interesin publik dhe ekonominë, edhe nëse është bërë në shkelje të ligjit. Në lidhje me kërkesën për shpalljen si akt administrativ të pavlefshëm, kjo kërkesë nuk qëndron. Në përfundim të shqyrthimit të të gjitha akteve dhe materialeve shkresore, debatit gjyqësor të organizuar dhe pretendimeve përfundimtare të palëve në këtë seancë gjyqësore, ky trup gjykues vlerëson që skuadra fituese në këtë raund të parë të jetë me shumicë votash Universiteti Ukshin Hoti Prizren. Të dy nivelet të skuadrave, sikurse ju i pati që shumë afër me njëra tjetrën dhe neve patëm goxha kohë për ta diskutuar këtë gjë dhe arritëm në një vendimarrje me shumicë vota. Nga pikpamja teknike do ndalemi vetëm në dy aspekte kryesore. Pala Padice nuk e kishte ndërtuar mirë performancën e saj nga pikpamja teknike, sepse nuk e ndau qartësisht kërkimin para gjykatës, kush është kërkimi kryesor dhe kush është kërkimi ytësor. Pra kush ishte kërkimi për pezullimin e ekzekutimit të aktit dhe kush ishte pastaj ana që ajo kërkonte të godiste dhe themelin e saj. Ndërsa për sa i përket palës së paditur, nga pikpamja teknike në fillimin e mbrojtjes së saj ishte mirë si strukturë, bashkëvepruan shumë mirë me njëri tjetrin, pra i dhan kohë, e respektuan atë formatin e rregullores së organizimit të këtij konkursi. Por në fund, kur bën parashtrimet përfundimtare, duhet kishin qenë pala e paditur, duke qenë se prezanton edhe le të themi deri diku organin shtetëror dhe që e ka krijuar këtë marrëdhënie juridike dhe këtë konflikt, do duhet të kishte qenë më e saktë, më koncize, më e prerë. Por ajo që ka bërë diferencën për këtë trup gjykues, për t'i dhënë një mundësi të dytë Universitetit Ukshin Hoti të Prizrenit, ishte, le të themi, mënyra e artikulimit të disa nga antarët e trupës. Pra, u munduan të mos lexonin, po të flisnin rrjedhshëm dhe të ishin të qartë, pavarësisht se mënyra se si ata e prezantuan çështjen e tyre, më shumë u munduan të jepnin një karakter social, domethënë, le të themi, letrar, sesa atë peshën juridike që do duhet të ketë një seancë gjyqësore. Kështu që ju lutem, ju urojmë suksese, nuk duhet të dekurajoheni nëse nuk e kaloni të themi një konkurs. Kjo është një sfidë që ju duhet të vazhdoni, sepse ky është starti, ky është vetëm fillimi. Ndërsa për skuadrën tjetër e cila do të vijojë, do duhet të jetë shumë e kujdesshme në mënyrë që të justifikojë të paktën të rrisi performancën dhe të mundohet që ta përmirësoj këtë konkurs duke fituar eksperiencë nga domethënë rasti në rast. Ju falenderojmë të gjitha.